Ne e dim shumë mirë që Bashkimi Evropian është vendi i shpëtimit ton nga historia jo. Dhe ne kemi shumë të qartë që Bashkimi Evropian është edhe këndi nga ne duhet shohim vetë historinë tonë. Ne s'mund ta shohim Bashkimin Evropian me sytë e të shkuarës, ne duhet shohim të shkuarën me sytë e Bashkimit Evropian. Dhe për ne kjo është shumë e qartë, prandaj dera që është hapur duhet shfrytzuar sa pa u mbyllur. Dhe unë jam këtu për ta konfirmuar këtë fuqimisht bashkë me gjithë të tjerët. Besojmë pa kushte në këtë proces. E dim shumë mirë që Bashkimi Evropian nuk është një park ku shkohet për qef, është një familje jo e lehtë për të qenë pjesë, por ama është e vetmja familje ku ne mund të jemi përfundimisht sigurt. Dhe ku ne mund të kemi përfundimisht një të ardhme të pakërcënuar për ditë kanë shkuara. Kështu që me një falënderim edhe një herë dhe nuk besoj se po e teproj, po realisht dua t'i falenderoj të gjithë ata që na u gjendën kur i thon shqip, se këtë nuk e përkthen dot për kthyesin. Na u gjendën në këtë ditë të ngatruar, ku gati sa nuk na vun me shpatulla për muri si një grup subversiv që u krijua për të vrarë fëmijën që pollën vetë. Dhe e vlerësojmë shumë këtë gjë, kush na besoi, tani e kupton që është krejt e kundërta, dhe kush nuk na besoi e ka të vështirë që t'jetë prezent sot, po do vi, se s'ka ku shkon. Kështu që me një kujtes po ndahem nga kjo foltore, që nga viti 1912, Bjorn për dijenin tënde, ne jemi bërë të pavarur në 1912. Dhe kemi krijuar qeverinë e parë në 1912. U ndam të fundit nga Perandoria Otomane, se ne përgjithsisht jemi shumë besnik ndaj perandorive. Edhe ndahemi nga perandorit, mbasi perandorit ndahen nga vetvetja. Do me thënë, kur otomanët vetë e kuptuan që si avlente më edhe lanat punë, pastaj dolëm ne. Edhe këtë punë kemi pas gjithmonë dhe kështu doje dhe me bëhen. Nëse një ditë ju do të çmendeni dhe do doni ta shkatroni BE-n, ne nuk e lëm BE-n. Do krijojmë qendrën këtu në Shqipëri. Brukseli do jetë në Tiranë. Edhe kush të doj të rri me ne do rri, kush mos doj s'do rri, por ne do jemi prapë të fundit. Kështu që në 1912 deri përpara 3-4 vitesh, këtu në Shqipëri, Bjorn, nuk është bërë asnjë hetim i pavarur për asnjë individ me pushtet politik. Kemi pasur ne ministra dhe deputet të pushkatuar, të varur litar, të përzën nga vendi, por jo nga gjykatat pavarura. Fati i tyre është vendosur te zyra ime.